Gjithë ata të cilët janë të vobekt, që e njejnë vetveten të plogësht, të vetmumet braktisun, duhet me shku të Krishti për me gjetë astrihimin e vërtet, dashnin e vërtet, veçantin e tyne. Ata që syti kanë të rësum prej territ edhe errësinave që mysin e shkatrojnë, vetëm në Krishtin duhet me gjetë dritën, sepse aja është drita e vërtet. E ata që janë të ndrydhun, për shkaqeve të ndryshme të jetës, vetëm në Krishtin mundën me gjetë lirin. Sepse në Krishtin gjehet gjithçka. Përmes Krishtit merret gjithçka. Aja është fjala mishnu me atin. E bëmi njëri vetëm për pështimin e njërit. E kush dhe me gjetë pështim vetëm në Krishtin mundet me gjetë. Pa Krishtin nuk ka shëlbim, nuk ka pështim, nuk ka liri. Në Krishtin ka gjithçka.